Më lejoni të bëj një korrigjim të vogël. Partia Demokratike është e vetmja parti politike që bën zgjedhje në Shqipëri, pavarësisht që janë larg të kanonit perfekte, dhe detyra e departamentit Berengën që nga krijimi i saj është një farë mënyrë të millan jetët një modelit konkretisht brenda Partisë Demokratike, dhe besoj që në 3 vite në drejtimin e zotit Mustafaj besoj që na dha një model të bamonit politike ndryshe. Projektoj vetin pra si vazhdimsi asaj që kena bërë 3 vite, duke qenë edhe themelues i këtij departamentit. Ajo që ndoshta duhet më bëj më mirë ose që duhet më insistu më tepër është një lloj shkrirje më të madhe me strukturat e Partisë Demokratike, që edhe tu marr parasysh, po themi, formati një farë mënyre akademik që kishte në fillim departamenti Berengën, jo gjithmonë u kuptu drejt, jo gjithmonë u kuptu plotësisht, dhe në 3 vite ne dhame një model, po themi, që është konfirmu tashmë dhe duhet të kalojmë në nivel tjetër, por më shumë se sa me bë diçka ndryshe, është me çu më larg punën e departamentit Berengën.